Mos po I bëjmë dëm vetës në duke thonë për të bëjë interesant kjo është Shqipëria reale. Se Shqipëria reale, ju e përmëndët, vrasje ka në Belgjik, vrasje ka në Rom, vrasje ka në Francë, vrasje drogë ka në Amerikë, vrasje ka në Amerikë. Po janë tanë. Po, ta shti, problemi është... Qa të temini, s'ka ndodhur kjo? Po më ka ndodhur. Ka ndodhur më. Po jo që kjo është Shqipëria reale, Shqipëria se nuk është Shqipëria... Sepse nuk po zgjidhe. Nuk po zgjidhe për dy gjona. E para këto janë akumulimet vjetra, dhe e dyta është që në kulturën tonë, që thua gjak, dhe e treta është që këtu urgjentisht duhet forcu policia shtetit, ligji. Si forcohet policia? Ligji. Janë ngjarja tjetër, janë ngjarja tjetër. Kryeministri, ligji, forca ligjit. Ne kemi vra shtetin. Ne kemi vra shtetin. Të po bëjmë. Do me thonë, unë kam pas një rast vetë, polici, po e përmend, kam pas rast, në fund, polici ishte aty në ngjarje dhe nuk lëvizi vendit. Tani, edhe sikur të mos dojë Tan Hoxha ta thotë këtë gjë. Po jo, që kjo është... Nuk është Shqipëria Kolumbia, ylli. Nuk është Shqipëria Kolumbia, tash drejtje hangër. Tash t'jemi qikë ma shumë se po e nëzim fare. Sa realitetet do të themi. Malia, s'duam ta bëjmë Kolumbi. Se vjen e ndodhe lokali kurriti. E s'kam çat bëjmë pastaj. Po pra janë Po themi ka vendin mes Tiranës. Zot apo prap. Dakord. Edhe kjo mina që u kap, ku do shpërthente? Di ti? Mes Tiranës është shpërthente. Po jam dakord morti. Se ky tipi që po të përmendun për drejqëri afër lokaleve kurriti. E diti? Se diti. Se ti se njeh. Ti vetëm kur t'ja bëj bam, do ta marrësh, do më kujtosh mua. Thoj ma ka thënë ai. Problemi është tani on thotë. Ne themi që mos shpërthej. Jam pa dyshim shumë, po jam pa dhe duhet urgjentisht merret mas. Por po them këtë. Mos krijojmë, mundohemi mos krijojmë panikë. Dakor, po ja tjetra, duke kriju panikë. Janë ngjarja tjetër, janë ngjarja tjetër. O Demalia, ka parandalim. Dakor, ti vazhdo. Ka parandalim. Po parandalim. Ne po kërkojmë parandalim. Të lutem, janë ngjarja tjetër. Nuk është puna të krijojmë panikë. Puna ose media të sensibilizojnë. Demalie. Zoti Demalie. Janë ngjarja tjetër. Atentat ta mbaroj këtë. U kap, të themi edhe kështu ne. Një person po kalon në rrugë, kapi një minë në xhep. Ta themi kështu ne. Pa e mish minë në telekomand, diku do shpërthej. Nëse ka një tendencë për ta zgjidhur. Po nuk e jemi të tendencën se si qëllimi jonë. Atentat. Hoxha. Shikoj. Që në momentin pra kur ti përmend ato ditët e bukura të protestës, ku ishte masive, dhe ku pjesëmarrja, duke I qartë që pjesëmarrja protestuese ishte në nivel më të lartë se ata që flisnin. Kjo po. Pra, aty ishte niveli më I lartë, aty që merrnin pjesë se sa atyre që dilën dhe flisnin. Por kjo u pasi shenjë demokracie që ne kemi lënë mikrofonin, flasin gjithë. Protestat që ndodhën në Serbi dëshmuan që s'kishte rrugë tjetër përveç se të krijojë një lëvizje politike, edhe pse ata kishin organizim nëpërmjet fakulteteve. Çdo fakultet kishte një kryesi, merrnin vendimin, ja kalonin fakultetit tjetër. Pra, edhe atje u pa në fund sepse nuk ka zgjidhje tjetër, do shkosh te vota. Si do ta arrëzosh atë? Do vi tek pyetja që bënte pak më parë Demalia, si do ta arrëzosh kur ai nuk ikën? Atëherë do të shkosh drejt votës. Atëherë që të shkosh te vota, si do shkosh? Do shkosh thjesht në turma, do krijosh informacion politik. Tani, a është ky kuvendi mënyra e dur për të shkuar te formacioni? Unë besoj se jo. A do kenë disa përpjekje? Patjetër që ata do të shtojnë. Një nga gjërat e dobta që vëmë re, të paktën unë ndoshta gabojmë. Këto nuk kanë qartësi, këto do ta rrëzojnë. Një sekond, me gjapi. Se nuk kanë asnjë lloj qartësie. Po mirë, edhe ne kur me angli dom ta rrafim. Pra, sipas jush kjo protestë. Sipas jush kjo protestë aktivistët e kësaj ka një përpjekje apo janë ravizuar duken përpjekje për krimin e një brezi të ri politikanësh, se duket këtu është mungesa. Unë ta mbaroj këtë, po e pe, tek ai takimi nxorë edhe videot. Bëri rezili është krijuar nga brezi vjetër. Dhe videot u shpërndan me forcë, se ti e pe, shkoi Selami e Nisheri aty. Sa ty s'është kishte edhe Selamiu aty, Po e pe, nxorën jashtë ata, u fut brenda ai. Pra, ta pyes të enten unë. Po mund ta thresësh. E përzun Selamiun. E nxorën jashtë. Po sa I vete kudo. Po pra, gabimi I madh është. Si ma kishit futur në kronik mua Selamiu. Selamiu është në krye të ishte peti. Si se vura reun. Ishte këmish. Selamiu aty. Ishte këmish, duke si gjenerata Z. Po është gjenerata Z. Po ky ishte pra ishte aty. Jo, po I mban mirë edhe flokët e të tjera. Krijet mirë, flokët e të gjithë. Po Selamiu është në krye të gjithë ngjarjeve, më protestave. O Ylli. Ishte në kuvent. Pra, jemi në këtë situatë. Mosha mesatare, Ylli, në protest, mosha mesatare është nën 30 vjeç. Në kuvent ishte mbi 45 vjeç.
Dhe ky është një ndek Mos e i lartë madh. tu ati në kuvend, Është një ndek i madh. Ti që mendon për kuvendin? Jam prit gjithë ku e. Ai është kënaqur atë ditë. Ka pas Selamiun, Zonën Selamiun këta? ai Jemi kuvendit. është kënaqur Demalia. Ja, qenga. Është Po, kënaqur më duk si sa me djalirie. kontarës ai. Ja e qitën. Më duk si djalirie, e pas ka neqë Selamiun. Jo u fut prapë brenda, po nuk ul në rreshtin e parë. Ore, këto... Ur në Ore, rreshtat e filloj, fundit. këto tash, një gjë, këto papas... Selamiu kërkon në rreshtin këto fillim, kërkoj këto rreshtin papas... fillim. Këto, o Ylli, rreshtin e parë. këto papas tavë, fillon Vjeni sheri. për tavën. Po mirë, mos e Papas kjo është- akoma s'kan tavë. Po nuk është ky thelbi protestës. Po si mund t'jenë... Po Pelinci u afroi. Po si mund t'jenë shembull... Si ishte Pelinci? Shembull demokrati... Këto pa fillu tava, më burr, tash kjo është kultura Ka operative. Nuk përfaqësojnë ata protestën. A do ta prishësh protestën? Ta janë spekulantët e protestës, kaq. Me ekrana dhe prishën Po protestën. jo, mos është... E fundit për Nertilën dhe Sa aty kishte edhe Nertila. koleksionore, ishte e fundit për gjithë Nertilën. përfshirë. Nertila. Po më fal Lulli, nuk vendoste ky takim, gjithë dhe nuk përfaqësonte ky gjithë pjesëmarrësit e protestës, është gjë shumë e madhe e protesta. Por ata bën një përpjekje, a ishte e mirë, a ishte e keqe. ja. Këta e kapën dhe e përdorën. Videot e asaj u shpërndan në kohë rekord. Do të pyes vetëm një gjë, sa Po asnjë jo, më ke prej shpyet tani se s'kemi pyetje. Je dakord se e pyeta dhe zonjën. Je dakord me këtë gjuhë rrete që ka, jo vetëm protest, po ke ne si shoqëri. Pra, si Vendet tjera, mos jam dakord. vendet tjera të vënë flakën në burë tani. O jo, le pa një minutë. Po vendet tjera të vënë Si flakën. pretendojmë ne? Ata djegin Parizin kur ne nuk kemi kulturë dialogu. Dhe kjo fillon parlament, kjo fillon media, kjo... Fillon që në parlament. Po pra. Ja ju lutem tani. Si pretendon të kesh kulturë Kushta më këtë duhet ta rregullojmë. Ne duhet pranojmë herë që ne nuk kemi kërkun me demokraci. Po e dim të more. Nuk kemi kërkun me shtetin e të drejtës. Po këtë po themi. Po pra këtë të themi. Dhe pastaj duhet, kur flet zotëria për elitat, ku janë elitat? Ja, ky është një moment delikat. Ku janë elitat? Elitat janë parlament. Jo, më së janë vetëm parlament. Jo, më ku janë elitat aty që marrin patët. Nertila. Ata janë përfaqësues. Jo, ju lutem, Nertila. Nertila, Shiko, a ka evidentuar protesta aktivistë, sa më shkurt këto, që mund të jenë pjesë e një brezi të ri politikanësh. Ti për shembull, mund të po të jetë e nevojshme, ose aspiron që të bësh një politikane në Shqipëri? Aspiroj bën politikanën në Shqipëri. Një sistem të tillë politik absolutisht që jo, unë duash, shiko, politikan, njeriu mund të jetë pa qenë fare në parlament, pa qenë fare në administratë politike. Politika mund të bëjë çdo ditë në zonën tënde. Jo, se dhe kjo ka rëndësi. Sepse shumë njerëz dhe shumë të rinj janë frymzuar keq nga politika. Jo, nuk do të debatojmë bashkë, unë thjesht po të pyes shikuesit kuptoj. Që mendon ti? Dhe ti do mendon në këtë sistem që sheti këtu nuk e pranon këtë gjë. Okej. Të bën pjesë e partive politike, jo. Jo. Edhe të rejave? Atëherë si do e bësh ndryshimin po se bore pjesë? Po pra, të bën pjesë e ndryshimi bëhet nga brenda, nuk bëhet nga jashtë. Po një sekond. Është shumë e thjeshtë, okej. Po e partive të reja politike. Për shumë partije e qorit, ose partije e shehë. Da, pa e të shehë. Atëherë, në qoftë se do kishte parti politike, por jo pa u ndryshuar aspektet ligjore, pra instrumentat ligjore që garantojnë së pari një kushtetut tjetër që ka kufizim të pushteteve, cilës do lloj shtylle të demokracisë, e sigurisht unë jo vajza dhe djemt mrekullueshëm që nuk e njeh hiç publiku shqiptar.